M'dohet me thonë o musliman, edhe pse është e vështirë me marrë vesh muslimant, mirë po m'dohet me thonë shkak se nëse e mësoni diçka prej dinit, atëre thuaj, edhe nëse njerëzit se kuptojnë. Krejt shqiptarët ku janë, thojnë ato melaike, melaqe. Ato melaqet kanë thonë, melaqet kanë ba ato. A është problem kjo? Thot Allahu Azza wa Jall, innal ladhina la yu'minuna bil akhirah, me të vërtet ata të cilët nuk e besojnë ahiretin, ditën e gjykimit, xhenetin, xhehenem, nuk besojnë to. La yusammuna al malaikata tasmiyat al untha, i emërtojnë melaike me emrat grave, ata që s'besojnë në ahiretin. Na këto se bajmë, na çka bajmë, na krejt melaike i bajmë ato. A duhet kështu? Ma mirë është me thonë ata melaike. Kështu i thëtë Allahu Azza wa Jall, ata melaike. Ti të është i ki mundësi me filozofua dhe me thonë melaike s'kanë gjini. Pajtohëna me ty. Mirë pa, pse atëherë për ju thua ato? Kur Allahu Azza wa Jall ju thëtë ata melaike, kanë ba sejgjde ata melaike krejt. Pse ti edhe unë ju thonë ato melaike? Pse? Thuj ata melaike. Për me më kuptu, po më do të me të thonë edhe qëta, tani më kuptan, po është pak vonë ma si të thamë këta me më kuptu. Allahu Azza wa Jall thot, kul, thuaj, huwe, aj, Allahu, ehad, është nja i vetëm. Unë kom një shqip falës të thanë, ajo Perëndia. Kur shoj shpen këta, shën petën edhe në këta, ajo Perëndia. Jo, thuaj aj Allahu është nja, ta'ala Allah, vend që me thonë kështu, thojnë ajo Perëndia. E kuptove? Do me thonë, jo gjithë shka që të përshtatët me gjuhën tane, me gjuhën, jo me gjuhën shqipe, me gjuhën, përshtatët vjen ma let me thonë. Jo kështu është feja. Feja është pasim. Qysh i thot Allahu që ashtu i thojna. Allahu ka thonë thuj, aj Allahu është nja, thojna aj Allahu është nja. Jo ajo Perëndia. Allahu Azza wa Jall ka thonë ata melaike, na thojna ata melaike. Jo ato. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah, ata që se besojnë ahiretin, ata i emërtojnë melaike me emrat grave. Na këta se bajmë, mi ju thonë me emrat grave, elhamdulillahi rabbil alamin. Po na për komplet melaike thojmë ato melaike, ato melaqet, kanal melaqet, ato i keni. Thuj ata melaike. Është ma herë, për fund për thamë musliman, kjo është ajo që ka kom kuptu për i dinit, moj me ka në gabim këta, Allah na falë. Mirë po bindja jam është që kur nuk je gabim, kur i thu qysh i ka thonë Allahu Azza wa Jall. E kur të mënuhesh me dalë jashtë asajna qysh ka thonë Allahu Azza wa Jall, të bjen me pru argumente ditën e gjykimit. Thot Allahu Azza wa Jall për ditën e gjykimit, kul hatu burhanakum, bini argumentet e juve. Qëti argumentet? Pse ka thonë kështu? Qa ki me thonë tani? E në qovë se thu qysh ka thonë Allahu, thu, kom thonë qysh ka thonë te Rabbel Alamin. Ama në qovë se jo ka thonë ryshi, atër të bjen me pru argumente ditën e gjykimit. Mirë për ata i cili i bjen me pru argumente Rabbel Alamin. Është vështërsi me pru argumente para Rabbel Alamin për diçka. Lusëm Allahun Azza wa Jall na rujtë na bëj muslimanë të mirë, mua bën Allah. Ky është dini jam musliman. E këta mënoj me dal para Allahut Azza wa Jall. Për ata pse që foli kështu kanë herë u aranoj. Mirë po besomni që 2-3 vjet e kom mbajt në zemër nuk ja kom thënë. Mirë po 2 kur vjen koha me thënë. E aty te xhamia ku ne i maj hutbë të xumas, ata e dinë që unë shumë mati kom thënë ata melaike. Lusëm Allahun Azza wa Jall na rujtë na bëj muslimanë të mirë.